Përshëndetje shenja gafores, kjo është panorama e interpretimit mujor. Pas lutjes dhe meditimit, kartat i ndava në 4 sfera jetësore, të cilat janë gjendja juaj, familja, dashuria dhe puna. Në gjendjen tuaj personale kemi 4 shpatat, mbretëresha e monedhave, perandori, 2 shpatat dhe 10 kupat që ranë njëkohësisht së bashku. Muaji gusht për ju mund të nis me nevojën për të ndalur ritmin dhe për t'i dhënë vetes kohën që ju nevojitet për të reflektuar. 4 shpatat tregon se pas një periudhe të ngarkuar, mund të ndjeni dëshirën për qetësi, për rikuperim ose për distancim nga zhurma e përditshme. Kjo periudhë ju ndihmon të riktheheni te vetja. Ndërsa mbretëresha e monedhave nënkupton të kujdeseni më shumë për mirëqenien, për sigurinë tuaj financiare dhe për stabilitetin. Kartat tregojnë se gradualisht mund të fitoni më shumë besim në aftësitë dhe në zgjedhjet tuaja. Më pas shfaqet perandori, duke treguar se është koha të merrni kontrollin mbi drejtimin e jetës suaj. Mund të ndiheni më të vendosur ose më të vendosura, të organizoni më mirë prioritetet ose të vendosni kufi që më parë ndoshta i keni lënë të paqarta ato kufi. Në fund, 2 shpatat dhe 10 kupat, të cilat ranë së bashku, tregojnë se mund të përballeni me një zgjedhje që lidhet drejt për drejt me qetësinë dhe lumturinë tuaj emocionale. Kartat tregojnë se vendimi që merrni mund të ndikojë në mënyrën se si dëshironi ta ndërtoni të ardhmen tuaj. Në tërësi, muaji gusht duket si një muaj që ju ndihmon të rifitoni kontrollin mbi jetën tuaj dhe të kuptoni se qetësia shpesh vjen nga zgjedhjet e mirë menduara. Kartat këshillojnë të zgjidhni atë që ju sjell paqe afatgjatë dhe jo atë që sjell qetësi të përkohshme. Kalojmë tek familja. Në familje kemi 10 monedhat, mbreti i monedhave, 6 shpatat, hëna. Në familje, muaji nis me një energji stabiliteti dhe sigurie. 10 monedhat tregon rëndësinë e lidhjeve familjare dhe rëndësinë e traditave. Gjithashtu 10 monedhat tregon se familja mund të jetë pika ku gjeni rrënjët, sigurinë dhe ndjenjën e përkatësisë. Pikërisht kjo ndjenjë stabiliteti ju jep forcën për të përballuar ndryshimet që sjell pjesa e dytë e muajit. Kjo energji përforcohet nga mbreti i monedhave, i cili mund të përfaqësojë një person që ofron siguri financiare dhe maturi, por gjithashtu po aq mund të tregojë edhe anën tuaj më të përgjegjshme dhe më mbrojtëse ndaj familjes. Pra mund të jeni edhe ju vetë mbreti i monedhave, pa dallim gjinie. Karta sugjeron se kjo periudhë favorizon ndërtimin e një baze të qëndrueshme. Më pas, 6 shpatat tregon se një situatë familjare mund të nisë të lëvizë drejt një faze më të qetë, ose ju vetë mund të lini pas tensione, shqetësime ose një periudhë të lodhshme. Megjithatë, hëna në fund të muajit mund të nënkuptojë emocione që ende nuk janë shprehur, ose paqartësi për një situatë familjare, ose intuit të fortë, ose gjëra që do të zbulohen me kalimin e kohës, por gjithashtu mund të nënkuptohet edhe pasiguri ose frikë që kërkon durim dhe jo vendime të nxituara. Unë do të thoja se edhe pse një situatë familjare
mund të nisë të qetësohet. Kartat tregojnë se mund të mbeten ende pyetje pa përgjigje ose emocione që nuk janë shprehur plotësisht. Prandaj, fundi i muajit ju kërkon të mos nxitoni në përfundime, por t'i lini gjërat të sqarohen në atë ritmin e tyre. Në tërësi, familja mund të mbetet pika juaj më e fortë e mbështetjes, edhe nëse disa situata kërkojnë ende durim dhe mirëkuptim, sepse jo çdo paqartësi është shenjë problemi. Ndonjëherë mund të jetë thjesht pjesë e procesit. Kartat këshillojnë të mos lejoni që dyshimet të flasin më fort se besimi që keni ndërtuar me njerëzit tuaj. Kalojmë në dashuri. Në dashuri kemi 3 shpatat, ylli, 8 monedhat, rrota e fatit. Në dashuri, gushti mund të nisë me një plag emocionale, me një zhgënjim ose me një kujtim që ende nuk është shuar plotësisht. 3 shpatat nuk tregon me patjetër një ngjarje të re. Për disa nga ju, 3 shpatat mund të flasë për emocione që vazhdojnë të ndikojnë në mënyrën se si e përjetoni dashurinë. Megjithatë, kjo energji nuk mbetet e pandryshuar, sepse ylli sjell shpresë, qetësi dhe gjithashtu sjell besimin se zemra mund të shërohet. Karta tregon se edhe pas periudhave më të vështira, ekziston mundësia për të parë dashurinë me një sy tjetër dhe për të mos humbur besimin tek ajo. Ky proces vazhdon me 8 monedhat, e cila tregon se marrëdhëniet kërkojnë përkushtim, kërkojnë durim dhe kërkojnë gatishmëri për të ndërtuar hap pas hapi. Pra mund të kuptoni se lidhjet e forta nuk krijohen vetëm nga ndjenjat, por edhe nga përpjekjet e vazhdueshme të përditshme. Në fund, rrota e fatit sjell një kthes që mund të ndryshojë rrjedhën e ngjarjeve. Karta tregon se ndonjë situatë që dukej e ngrirë mund të fillojë të lëvizë në fund të muajit, ose mund të jetë se jeta gjithashtu mund t'ju vendos përballë zhvillimeve që ndoshta nuk i kishit imagjinuar. Unë do të thoja se ajo që ka rëndësi është të jeni të hapur ose të hapura ndaj ndryshimeve, pra pa u mbajtur fort pas së kaluarës. Në tërësi, dashuria duket se kalon nga një proces shërimi drejt një faze ndërtimi dhe ndryshimi, që ndryshimet mund të jenë të papritura, pra të paimagjinueshme. Kartat tregojnë se çdo përvojë mund t'ju afrojë më shumë me atë që është vërtet e destinuar për ju. Kartat gjithashtu këshillojnë të mos lejoni që plagët e djeshme t'ju pengojnë, të pranoni mundësitë që sjell e nesërmja. Kalojmë tek puna. Në punë kemi karroca, dielli, 7 monedhat, 7 shpatat. Në aspektin profesional, muaj gusht nis me shumë vrull dhe vendosmëri. Karroca tregon se mund të merrni drejtimin e një situate, të përparoni drejt një objektivi ose të ndjeni se gjërat më në fund po lëvizin në favorin tuaj. Kjo energji përforcohet edhe nga karta e diellit. Dielli i cili sjell qartësi, optimizëm dhe mundësi për sukses. Për disa nga ju,
Kjo gjithashtu mund të përkthehet edhe në vlerësim, ose në rezultate të mira, ose gjithashtu mund të përkthehet edhe në një arritje që ju rikthen besimin në aftësitë tuaja. Më pas kemi 7 monedhat që nënkupton vlerësimin e rezultateve të punës që keni bërë, ose mund të nënkuptoj durim derisa përpjekjet të japin fryte, ose mund të nënkuptoj gjithashtu edhe investim afatgjatë, ose mund të jeni duke analizuar hapin e radhës. Për disa nga ju, gjithashtu mund të nënkuptohet edhe pyetja: a ja vlen të vazhdoj kështu ose këtu? Duket se pas arritjeve të muajit mund të vijë një moment të reflektimi, pra me kartën me 7 monedhat, ku do të vlerësoni nëse rruga që keni ndjekur po ju çon drejt rezultateve që dëshironi apo jo. Ky vlerësim gjithashtu mund t'ju ndihmoj të ndërtoni një strategji më të zgjuar për hapat e ardhshëm. Muaji mbyllet me 7 shpatat, e cila në këtë kombinim kartash nuk flet domosdoshmërisht për ndonjë mashtrim, sepse 7 shpatat është një kartë mashtrimi në përgjithësi, por çdo kartë ka shumë kuptime, pra ka shumë shtresa. Dhe në këtë kombinim kartash, mua më tepër më tregon nevojën për të vepruar me strategji, pra për të ruajtur disa plane për vete dhe për të mos i ekspozuar të gjitha lëvizjet përpara kohe. Karta sugjeron se maturia mund të jetë po aq e rëndësishme sa dhe ambicia. Në tërësi, muaji gusht favorizon përparimin dhe suksesin, por gjithashtu duhet të bëni edhe kujdes, sepse rezultatet më të mira arrihen kur ecni me durim dhe zgjuarsi. Kartat këshillojnë të lejoni rezultatet të flasin. Sfida e muajit për ju është karta kafshët ose kafshët shtëpiake. Kjo kartë ju këshillon të kuptoni rëndësinë e besnikërisë dhe rëndësinë e kujdesit. Këtë muaj, sfida mund të jetë të dëgjoni më shumë intuitën tuaj dhe gjithashtu të kujdeseni me dashuri për ata që varen nga ju. Bekimi i muajit për ju është karta jo. Karta jo mund të jetë pikërisht fjala që ju mbron më shumë këtë muaj, sepse kartat tregojnë se vendosja e kufive dhe refuzimi i asaj që nuk përputhet me vlerat apo me qetësinë tuaj mund të kthehet në bekimin më të madh të kësaj periudhe për ju. Paç.